E diela e dytë e periudhës së triodit për besimtarët e krishterë ortodoks quhet e diela e djalit plangprishës. Pjesa e sotme e Ungjillit sipas Lukait sjell në vëmendjen e besimtarëve rëndësinë dhe shenjtërinë e familjes përmbi çdo gjë tjetër. Paravolia që lexohet sot në Kish tregon marrëdhënien e një babai me 2 bijtë e tij. Më i vogli prej bijve i kërkon të atit pjesën e tij të pasurisë dhe largohet nga familja për një jetë më të mirë. Por ajo që mendoi se do t'i sillte liri e gëzim, i solli të kundërtën. Pasi shpërndoroi gjithë pasurinë që i dha ati, përfundoi duke ngrënë ushqimin e derrave. I penduar thellësisht, vendos të kthehet në shtëpi tek i ati. Ndërsa djali i madh ishte i mirë, i urtë, punëtor e pa fjalë. Një djalë të tillë kushdo do të donte ta kishte. Por kur mori vesh se i vëllai i vogël që e kthyer dhe po bëhej fest, u revoltua dhe nuk donte të hynte në shtëpi. Nga ana tjetër, ati tregohet i dhemshur, i dashur, i gatshëm të falë gabimet e të 2 bijve të tij. Mesazhi që përcjellet diela e sotme është se Kisha është familja e madhe e besimtarëve. Perëndia është Ati ynë dhe të gjithë ne sipas veprave që kryejmë i ngjajmë djalit të madh ose të vogël. E diela e sotme përçon unikalitetin e institucionit të familjes. Çdo njeri e gjen plotësinë e qenies së tij pranë gjirit të familjes. Familja është e shenjtë dhe duhet trajtuar si e tillë. Në meshën e mbajtur në Kishën Apostull Pavli dhe Shënasti, u lexuan pasazhi i Ungjillit sipas Lukait, pasazhi i Apostullit, letra e parë për Korinthianët, si dhe pasazhi i Ungjillit sipas Lukait.